kanë pas një ndikim serioz në siguri e posaçërisht në sigurinë ekonomike dhe duke operuar brenda NATO-s. Ne kemi pa që zhvillimet e fundit në linjën e mesme kanë pas një ndikim serioz në siguri e posaçërisht në sigurinë ekonomike dhe sigurinë politike. Ju e keni parë që taborët politike evropiane kanë pas aktivitete që kanë qenë në kundërshtim sadokudo me formën se si e ka organizuar SBA-ja çështjen e sigurisë në lindjen e mesme, derisa në aspektin ekonomik ju e dini që ka inflacion, sidomos për shkak të çmimeve të produkteve të naftës, që në fakt Kosova shpreh dhe rajonin në përgjithësi. Sa i shqetësuese deklaratat e Donald Trump ku shkoi deri te një kërcënim, nëse mund ta quajmë ashtu, për Iranin, në rast se nuk arrihet një marrëveshje, nuk nënshkruhet një marrëveshje nga ana e tyre, mund të kemi edhe një shfarosje të një qytetërimi të tërë. Pra sa janë shqetësuese këto deklarata nga një president, njëri prej shtetet më të fuqishme në botë ushtarake, nëse mund të themi. Në fakt ishte interesant forma, mënyra se si ka komunikuar me qytetarët amerikanë dhe të tjerë sa i përket kërcënimit që i ka bërë palës e Iranit për të përfshi, domethënë, angazhimet e saj direkte në zbatimin e zotimeve që do të shndrohen në marrëveshje. Ne dim që ato zotime kanë qenë përmes rrugëve të komunikimit që kanë qenë përmes Pakistanit zyrtar dhe ato zotime kërkoheshin